pa dashjen tonë jemi bë aktor të serialit më të padëshirueshëm politik në Kosovë. Në fakt herën e kaluar nuk u prononcova për shkak se s'po kemi më as çka me thonë. Është e 15-a herë, na vjen shumë keq që pa dashjen tonë jemi bë aktor të serialit më të padëshirueshëm politik në Kosovë. Jo që ne nuk kemi propozim tjetër, por në fakt siç duket situata politike në Kosovë nuk ka një alternativë tjetër për dalë prej kësaj situate, për arsyen e thjesht që as lëvizja vetëvendosje dhe koalicioni i tyre nuk i kanë votat dhe ne kemi pranuar me sinqeritet që as partitë e deri-djeshme opozitare nuk i kanë numrat. Kështu që për të ecur për të para, për të pasur një vullnet, për ta zhbllokuar situatën, kjo është alternativa të cilën ne kemi vendosur mbi tavolinë. Shpresojmë që partitë politike të jenë prezente në takimin e ftuar nga presidentja dhe nëse janë kundër propozimit tonë, atëherë po besoj që janë ata të cilët duhet lëvizim. E kemi thënë sa herë, lëvizja vetëvendosje i ka edhe 13 parti të tjera parlamentare, të cilave nuk ju ka bën ofertë siç i ka bën Lidhjes Demokratike të Kosovës. Andaj janë ata që i kanë alternativat në dorë. Ndërkohë që sa i përket kandidatit për kryetar të parlamentit, ata i kanë edhe 47 kandidat të tjerë, të cilët mujnë me u propozu edhe mujnë me pa nëse po kalojnë. E kemi thënë qëndrimet tona, nuk ndryshojmë. Mirë po ka pas kërkesa për tjera, kështu që ju e dini 61 vota duhen për me kalu ndonjëri prej kandidatëve. Unë besoj se sikur ata të kishin pasur interes që ta zhbllokojnë situatën, e kishin zhbllokuar që një kohë gjatë. Përmenda ka pas parti parlamentare të cilat kanë thënë që nuk kanë vota për zonin Haxhiu, po kanë vota për kandidat tjerë, dhe ata i kanë edhe 47 kandidat tjerë të cilët mund t'i propozojnë. Ata janë shkaktari blokadës, atyre ju ka mungu dhe ju mungon edhe sot e kësaj dite vullneti, ndërkohë që për pjesëmarrjen e takim besoj që duhet flasin ata vetë.